14 marsi, dita e verës e gjeti qytetin e Pogradecit me mot të keqe, temperaturat ulta të pazakonta për këtë periudhë. E përkufizuar si një festë mirëfillt pagane mjaft e lashtë me karakter të theksuar popullor. Kjo festë përmban në vetvete rrite e zakone, të cilat qytetarët i kryejnë dhe i trashëgojnë ato brez pas brezi. Festa fillon me ndezjen e zjarreve mbrëmjen e 13 marsit, për të vjuar më pas me të tjera rite, gatimet tradicionale si misrat e zier, kulaçi apo petaniku, si dhe ëmbëlsira të ndryshme, e për të përfunduar me vendosjen e veroreve, fijeve shumë ngjyshe që vendosen në duar si simboli ngjyrave që sjell pranvera, të pritura këto me gëzim nga banorët pas një dimri të gjatë e të ftohtë. Banorët edhe këtu në Pogradec e festojnë ditën e verës me familjet e tyre, duke respektuar ritet dhe zakonet e duke uruar njëri tjetrin, një verë të mbar me begati dhe shëndet, ndërkohë që sot nuk u shënua asnjë aktivitet nga bashkia apo organizata të ndryshme. Festimi i ditës së verës kryhet në nderim të natyrës së bukur shqiptare, që kremtohet si në veri ashtu edhe në jug të Shqipërisë, por sigurisht me nuanca të ndryshme sipas krahinave.